Në Bashkinë e Këlqyrës po vijojnë punimet për një projekt që synon të kthejë zonën përreth sarajeve të Bej Këlqyrës në një atraksion të rëndësishëm turistik, me ndikim të drejtë në zhvillimin e turizmit lokal. Prej rreth 2 muajsh e gjysmë në teren po zbatohet projekti sistemit dhe ndriçimit të zonës, si dhe ndërhyrja në infrastrukturën rrugore, me qëllim përmirësimin e aksesit drejt pikave panoramike dhe zonave me vlera historike. Kryetari i Bashkisë Klement Doni bëri të ditur se punimet kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa gërmimi i trasesë së rrugës është përfunduar dhe tashmë po punohet për finalizimin e standardeve të projektit. Atëherë ne kemi rreth 2 muaj gjysëm që kemi filluar zbatimin e sistemimit dhe ndriçimit të sarajeve të Ali Bej Këlqyrës. Puna është duke u vazhduar. Mendoj që shumë shpejt do kemi një rezultat konkret, duke u kthyer në një atraksion turistik, jo vetëm për Këlqyrën, por dhe një pikë referimi dhe një pikë ku gjithë turistët në Këlqyrë do ta kenë si pikë patjetër për të kthyer para se të shkojnë kudo tjetër në Këlqyrë. Ndërkohë, sipas Ndonit, është përfunduar edhe gërmimi i trasesë së rrugës, e cila do të lidhet me 2 segmentet kryesore turistike të zonës. Kemi bërë gjurmën e rrugës si trashe, por jemi akoma në përfundimin e projektit për të bërë një rrugë me standarde të cilat do t'i shërbejë shumë turistëve për të vizituar sa më thjeshtë dhe sa më kollaj, të mos ketë më vështirësira për të shkuar tek ajo pikë panoramike dhe tek sarajet e Ali Bej Këlqyrës. Sarajet e Ali Bej Këlqyrës, një nga ndërtesat më madhështore në hyrje të Grykës së Këlqyrës, është ndërtuar në mesin e shekullit të 19 dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 3000 metrash katror. Me përfundimin e punimeve, zona pritet të kthehet në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe natyror, duke ofruar më shumë akses, më shumë vizitorë dhe një zhvillim të qëndrueshëm për komunitetin.